Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Unë besoj në Zot, Ati plot fuqishëm, krijuesi i qiellit dhe i tokës, dhe në Jezu Krishtin, Birin e Tij të vetëm, Zotin ton, i cili u ngjis nga fryma e shenjtë, i lindur nga Virgjëresha Mari, vuajti nën Ponc Pilatin, u kryqëzua, vdiq dhe u varos. Ai zbriti në ferë, ditën e tretë ai u ringjall prej së vdekurish, ai u ngjit në qiell dhe është ulur në të djathtën e Perëndis, Ati të plot fuqishëm, prej andej do të vijë për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit. Unë besoj në frymën e shenjtë, Kisha e Shenjtë Katolike, kungimi shenjtorëve, thaljen e mëkateve, ringjalljen e trupit dhe jeta e përjetshme. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Pagëzimi i Jezusit. Meditoni mbi misterin e ndritshëm të pagëzimit të Jezusit, kur qejt u hapën dhe fryma e Perëndisë zbriti si një pëllumb mbi Jezusin, dhe zbriti mbi të një zë nga qielli duke thënë: "Ky është Biri im i dashur, me të cilin jam shumë i kënaqur. Le t'i kërkojmë nënës Mari hirin që të jemi të hapur ndaj fuqisë ndryshuese të Zotit ton në zemrat tona." O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tashe në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Tasma në Kan. Meditoni mbi misterin e ndriçuar, kur nëna Mariu tha shërbëtorëve, bëni çfarëdo që t'ju thot ai. Jezusi u tha atyre, mbushni enët me ujë, dhe ata i mbushën deri në gryk. Le t'i lutemi Virgjëreshës së bekuar Mari, të ndërmjetësoj për ne në të gjitha kohët tona të nevojës, në mënyrë që Jezusi të sjell dritë dhe dashuri në momentet tona të errta. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë,
dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoft Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Shpallja e mbretërisë së hyjit. Meditoni mbi misterin e ndritshëm të fjalëve të Jezusit dhe predikoni duke thënë: Mbretëria e qejve është afër. Shëroni të sëmurët, ringjallni të vdekurit, pastroni lebrozët, dëboni demonët, ju morët falas, i jepni falas. Le të kërkojmë një frym pendimi dhe besimi në mëshirën e Perëndis, ndërsa kërkojmë të jemi me Perëndin përmes të gjitha veprimeve tona. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë. Mos na lër të bijem në tundim, por na të çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot,
Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Shndërimi i Jezusit në mal. Dhe ndërsa ai po lutej, pamja e fytyrës së tij ndryshoi, dhe veshja e tij u bë e bardhë verbuese, dhe një zë doli nga reja duke thënë: "Ky është biri im, i zgjedhur im, dëgjojeni." Ne i kërkojmë Nënës Mari hirin që të lejojë dritën transformuese të pranisë së Zotit të ndriçojë shikimin tonë. O Jezusi im, na i falë mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë, mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd, Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari,
hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Themelimi e Eukaristisë. Dhe mori bukën, dhe pasi falenderoi, e theu dhe u dha atyre, duke thënë: "Ky është trupi im, që është dhënë për ju." Dhe po kështu kupa pas darkës, duke thënë: "Kjo kupë që është derdhur për ju, është beslidhja e re në gjakun tim." Ne lutemi për një besim më të fortë në praninë e Zotit tonë, në dhuratën e Eukaristisë së bekuar që marrim. O Jezusi im, na i fal mëkatet tona, na shpëto nga zjarret e ferit, udhëhiq të gjithë shpirtrat në parajs, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë për mëshirën tënde. Amen. Ati ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullneti yt, si në qell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal mëkatet tona, ashtu si i falim ne fajtorët tanë. Mos na lër të bijem në tundim, por na çliron nga e keqja, sepse mbretëria, fuqia dhe lavdia janë të tuat, tani e përgjithmonë. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son.
Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Të falemi Mari, hir plot, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd Jezus. Shenjta Mari, nëna e tem Zot, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi qoftë Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë, si ka qenë në fillim dhe ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Të falemi, Mbretëresha e Shenjtë, Nëna e Mëshirës, jeta jonë, ëmbëlsia dhe shpresa jonë. Të falemi, ty të thërasim, ne të shkretët bijët e Evës që po fshajmë, po gjëmojmë e po qajmë, në këtë shekull plot me lot. Dhe pra, pajtoria jonë, ata sy të mëshirshëm të tu, sili prej nesh, e Jezusin, të bekuarin, frytin e barkut tënd, pas kësaj shkretie na e kallëzo. O e dhimbshmja, o e buta, o e ëmbla Virgjëresha Mari. Amen. O Perëndi, biri yt i vetëm lindur, na ka bler shpërblimet e jetës të përjetshme. Na bëj të lutemi, ndërsa meditojmë mbi këto mistere të ruzdares më të shenjtë, të Virgjëreshës së bekuar Mari, që të imitojmë ato që përmbajnë, dhe të arrijmë ato që premtojnë, nëpërmjet të njëjtit Krisht, Zoti ton. Amen. Zoti im, unë besoj, të adhuroj, shpresoj dhe të dua, të kërkoj falje për ata që nuk të besojnë, nuk të adhurojnë, nuk të shpresojnë dhe nuk të duan. Të lutemi, o Zot Perëndi, që ne shërbëtorët e tu, të gëzojmë shëndet të përjetshëm, të mendjes dhe të trupit, dhe me ndërmjetësimin e Marisë së bekuar, gjithmonë Virgjëreshës, të çlirohemi nga pikëllimi i tanishëm dhe të fitojmë gëzim të përjetshëm nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen. Mbaj mend, o Virgjëresha Mari, shumë e hirshme, se kur nuk u di që dikush që shndroi në mbrojtjen tënde, u lut për ndihmën tënde, ose kërkoi ndërmjetësimin tënd,
të lihej pa ndim. I frymëzuar nga ky besim, unë fluturoj drejt teje, o virgjëresha e virgjëreshave, nëna ime, tek ti po vi, para teje qëndroj, mëkatar dhe i trishtuar, o nëna e fjalës së mishëruar, në mëshirën tënde më dëgjo dhe përgjigju. Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amen.